Dojmë me sallën e madhe dhe sigurisht në hyrje djata që është me Lindelin. Arti dhe mrekullia artistike e Lindelis është e njohur ndërkombëtarisht. Është 1926-94 është jeta e tij, nudo femërore. Autoportreti i tij. Këto 3 vepra këtu të Lindelis. Këtu kemi Adrian Pacin, po mundohem me të liroj ja dhe njerë kompozim i vitit 1990. Këtu është Denis Shiukni, kuptohet Gura Kuqe, këtu është Gjan Pazuku, edhe këtu vim të ajo që konsiderohet Gjakonda, Mona Lisa shqiptare dhe që është motra tone e Koli Dromenës. Duken reflektimun sepse sigurisht është me një xham mbrojtës edhe ma e përforcuar se gjithë veprat e tjera. Motra tone, vaj Kanavac, ta dhe Dreshin i Dromenës. Një pjesë e madhe njerëzve që erdhen po interpretonin nga mënyrat e ndryshme si fotografit me të selfie. Dhe kjo ka shumë selfie. Dhe bile një grua po më thoshte është origjinale, sigurisht e garantova që është origjinale. Tu është një vepër tjetër i Dromenës. Janë disa nga veprat e mas viteve 1990-1890 të porositura të tij. Besoj se shikoni qartë. Po të vini në galeri do të shikoni akoma më qartë. Dakord? Kur hyn drejt në shtëpi, 1899. Interpretim fantastik. Një vepër tjetër në restaurim e sipër i Dromenës. Besoj e kuptoni sa e vështirë është kjo punë dhe sa përkujdesje të madhe kërkon. Kjo është portreti i gjyshit i Dromenës. Shikoni pjesët e restauruara, pastruara dhe ato që vazhdojnë të marrin shehti e kohës. Death shkreli, pesazh. Noc Martini. E 1913. Fantastike është kjo. Të entuziazmojnë dhe njëkohësisht fusin botën e tyre vepra të tilla. Angelin Dot Masteri, vajza me lule, 60-s. Skënder Kraja, Mielcet, Bakër. Një kryevepër, po para saj po ndalim edhe këtu kjo statueta e vogël. Agustin Shyti. Nëna e re. Fantastike, është e vogël, po një vepër e jashtëzakonshme e një prej piktorëve të mëdhenj shkodran. Ka motivet e jugut, kostumografia e jugut, malet e jugut, ka male edhe atje mos e harroni. Barin të beshk, që t'jene 84, tani Shqipniu. është një nga kryeveprat e pikturës shqiptare. Bashkim Sadiku, Bakër, ishte në atë kohë shumë të përhapur kjo punë, fantastike. Ferit Kola janë Nane Birë, shikoni punën, shikoni motivet. Kjo është një kryevepër e Agim Zajnit, për them që tani kalon edhe inteligjencën artificiale të kohës sotme.
super punë e jashtëzakonshme në koncept dhe në arritje artistike. Fushë Kosova, 1989. Dakord, fantastike. Fantastike. Dhe këtu vim ke Zefshoshi. Kjo është gjyshja piktorës, është bërë 1956. Shikoni çfarë mrekullie të një arti sigurisht realist, të interpretimi gati Rembrandtit. Zefshoshi me një kompozim që nuk mund bëhet më i bukur se kaq, më fantastik se kaq, nuk mund bëhet më tepër se sa kaq. Mbrojtjet e qeverisë Vlorës. Keni parasysh hyrjen e luftarëve të Kosovës me is buletinin krye. Shikoni çfarë interpretimi i ka bë Zefshoshi. Me kujdes të madh për kryevepër. Edhe kjo. Ferdinand Paci, autoportret. Kryevepër. Absolutisht. Kjo ishte salla tjetër që do t'ju prezantoja, ku bënte pjesë edhe kryevepra jon fantastike, Gjakonda jon ose motra tonë. Ditë tjera do keni edhe pavionet e tjera ose hapësirat e tjera të sigurisht ka hapësira tjera, po jo të gjitha për njerë. Marrim nga të dalë. Kjo është një prej hapësirave, një prej tyre e kam prezantuar, kjo ishte e dyta, do vazhdojmë edhe me të tretën dhe të katërtën. Dakord?